nga deti, nga toka, nga ajri, do vërshojnë në Shqipëri, shqiptarë të lidhin nëna, për të luftuar për Shqipëri, shqiptarë të rritin nëna, për të dalë zot Shqipëri. Një kartomonedhë 5.000 lekëshe sot është kthyer në simbolin më të prekshëm të rënies së standardit të jetesës në vend. Me të njëjtin shumë që dikur përballoi blerjet për disa ditë, sot me zimbulon ushqimet bazë për një familje që është vetëm një mëngjes. Çmimet janë rritur ngjeshëm, mishi, djathi, perimet, vezët e deri tek buka e përditshme, ndërsa vlera reale e lekut ka rëndësishëm. Kjo situatë shoqërohet me një barë të rënd për qytetarët të cilët përballen çdo muaj me faturat e energjisë elektrike, ujit dhe nevojave bazë që nuk ulen kurrë, po është një 5.000 lekëshe. Për pensionistët dhe qytetarët me të ardhurat të ulta, kjo shumë shpesh përfaqëson të ardhurat mujore. Jetesa me 4 apo 5.000 lekë në muaj është bërë pothuajse pamundur, ndërsa jetesa për shumë kënd kërkon sakrifisa të përditshme dhe heqet dorë nga shërbimet bazë përfshirë kujdesin shëndetësor. Kjo tablo shoqërohet me një rënje të prodhimit vendas, mungesë investimi në edukim dhe një klime ku kriza sociale dhe ekonomike thellohet ditës. Përballë kësaj situate, qytetarët ndjehen të braktisur dhe të zhgënjyer, shumë prej tyre kanë hequr dorë nga pushteti, nga shpenzime për libra dhe aktivitete edukative për fëmijët, duke fokusuar vetëm tek jetesa. Në mungesë të mbështetjes reale, sociale dhe ekonomike gjithnjë dhe më shumë, familjet bien në kufirin e varfërisë. Ndërkohë ndërtimet luksoze, kulla shumëkaqe ngrihen çdo ditë në kryeqytet, duke filluar ndarje mes pakicës që pasirohet dhe shumicës që vuan. Kontrasti mes një popullsie që përpiqet të sigurojë bukën e përditshme dhe një ekonomie që reklamohet si e suksesshme është bërë më i madh se kurrë. Në këtë klim të vështirë, qytetarët nuk kërkojnë premtime të mëdha, por një mundësi për një jetë normale dhe dinjitoze. Por kjo nis me një zgjedhje të vetëdijshme për të mos pranuar më pak, për të mos hershtur më gjatë dhe për të mos lejuar që 5.000 lekë të përcaktoj vlerën e jetës në Shqipëri.